Na sot po duhem me bu një qaj, që ka me qenë ideal për shkak për me parandalu këtë problem. Dhe me thonë edhe nëse nuk keni këtë problem, por keni disa shqetësime që i përmendi Lena, nuk ju bën dëm asgjë ky çaj, përveç që është antimikotik, ka dhe shumë benefite tjera të karanfilit, antioksidant. 10 karanfila deri 15 në varet çfarë masi e ka. Edhe një lugë të vogël çajit fare e zezë. Më thënë, a kemi lugën më të madhe, për qesim një gjys lugë. Edhe i shtuim ujë, dikon... Dhe duhet zihet. U gëzum. Lena. Lena, kam i prej në ditë këtë momentet kër je gëzum. Thamë, qka pat Lena? Qka i ndodhi? Afërsisht 300 ml. Shishe i ka foje, që kjo shishe kena me ndru. Okej, binja Lenës një shishe 3. Kretë ju që po mësoni prej recetave. Me vlu për afërsisht 10 minuta. Ky bukalli është shumë i përshtatshëm, ose edhe nëse bojmë me një gjygëm, me qitë kapakin për shkak se ovli ndihmon. Edhe këto muj me pi të freskët, muj me pi për shembull edhe gjatë ditës 2-3 herë, po këto 300 ml për të rritun, ose 100 ml për fëmijë. Ndërsa në ditë. Po. A duhet të jetë kështu kronologjisht dhe 2 javë? Është një mëngjes, po, edhe 14 deri 21 ditë. Okej. Mirë është 21 ditë. Nëse kemi thonë më herët se çoji karanfilit ndikon për shembull për qëndrem ndikon për qetësim sistemit nervor. Kjo është njëna për arsye se çoji karanfilit ndikon në zorë, edhe përmes zorës normal, zorra dhe truni janë shumë të lidhura njëna me tjetrën, ndikon që me pas qatë qetësinë edhe psikologjike.